Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit tim Rrëfime Jete. Jam këtu me ju për të ndarë letrën edhe rrëfimin e radhës. Kjo letër që më ka mbërritur është një letër e pazakontë, në fakt njëherë dua që të falenderoj guximin e kësaj vajze që ka shkruar këtë letër, ndoshta do të jetë edhe një rrëfim historie për të gjithë ato njerëz që kanë guximin të nxjerrin rrëfime të këtilla. Kjo letër është e tmerrshme. Unë dua ta dëgjoni me detaje dhe ta kuptoni se për çfarë konkretisht bëhet fjalë. Përshëndetje Tiranë. Unë jam një vajzë nga Tirana. Për shumë vite kam besuar se familja ime ishte vendi më i sigurt në botë. Edhe pse nuk jetonim në luks, mendoja se dashuria dhe besimi mes nesh ishin më të rëndësishme se çdo gjë tjetër që ne kishim në familje. Kur mbusha 19 vjeç, babai më tha se kishte gjetur një mundësi të mirë pune për mua. Një miku i tij kishte një lokal në periferi të qytetit dhe kërkonte staf. Ishte vera dhe unë doja të fitoja disa para për veten time. Andaj edhe e pranova me shumë hezitim. Ditët e para më dukeshin jashtëzakonisht normale. Shërbeja klientët, pastroja tavolinat dhe ndihmoja në organizimin e lokalit ton. Pronari, një burr rreth të 50 vjetave, sillej me shumë kujdes ndaj meje. Në fillim, me thënë drejtën, e mendova që ishte thjesht i sjellshëm. Por me kalimin e javëve, fillova të vërej gjëra të çuditshme. Disa klientë më shikonin në mënyrë të pakëndshme. Pronari më kërkonte që të ulesha në tavolina të caktuara, dhe të bisedoja me njerëz që unë realisht nuk i njihja. Kur unë refuzoja, ai zemërohej. Një mbrëmje dëgjova rastësisht një bisedë që mua më tronditi. Pronari po fliste me një burr tjetër në zyrën e tij. Emri mu përmend disa herë. Kur afrova veshin, dëgjova diçka që mua më ngriti gjakun. Ajo vajza është në rregull. Babai i saj ka rënë dakord. Mjafton të paguani shumën që ne e folëm. Për një moment mendova se po e kuptoja gabim. Nuk mund të ishte e vërtet. Babai im, njeriu që mua më kishte rritur me këto gjëra, atë natë nuk fjeta fare. Të nesërmen vendosa të kërkoja përgjigje. Kur u ktheva në shtëpi, e pyeta baban tim drejt për drejt. Fillimisht mohoi gjithçka babi, po kur i tregova se çfarë kisha dëgjuar, ai heshti. Ajo heshtje ishte përgjigja që nuk doja në asnjë mënyrë që unë ta dëgjoja. Më pas babi pranoi se kishte borxhe të mëdha, kishte marrë para nga njerëz të ndryshëm dhe nuk kishte mundësi që t'i kthente ato para. Sipas tij, pronari i lokalit i kishte ofruar një zgjedhje. Unë duhej të shoqëroja klientët e pasur dhe në këmbim im atë do të shlyente borxhet. Më dukej sikur toka po hapej nën këmbë. Nuk mund ta besoja që babi im kishte vendosur jetën dhe dinjitetin tim në pazar për para.
Qava për orë të tëra. Unë ndjeva e tradhtuar, e përdorur dhe krejtësisht e vetme. Por në atë moment, vendosa se nuk do të lejoja askënd të kontrollonte më jetën time. Të nesërme nuk shkova më në punë. Bllokova numrin e pronarit dhe kontaktova një të afërme që jetonte në një qytet tjetër. Ajo më strehoi për disa javë derisa gjeta unë personalisht një punë të re. Ishte një periudhë shumë e vështirë. Kisha ankth. Nuk i besoja askujt dhe shpesh pyesja veten si kishte mundur të ndodhte një gjë të tillë. Si kishte mundur. Por pak nga pak fillova të rindërtoja jetën time. Vazhdova studimet, punova fort dhe krijova pavarësinë time financiare. Mësova se familja nuk përcaktohet vetëm nga lidhja e gjakut, por nga njerëzit që të mbështesin dhe të respektojnë. Sot kanë kaluar disa vite nga ajo ngjarje. Ende më dhëm kur unë e kujtoj atë ngjarje. Marrëdhënia me baban nuk u rikthye kurrë si më parë. Disa plak lën shenja që nuk zhduken. Megjithatë, unë nuk e tregoj këtë histori për të kërkuar keqardhje. E tregoj sepse shumë të rinj përballen me manipulimin, presionin dhe tradhtit nga njerëz që duhet i mbrojnë. Nëse ndonjëherë ndjeni të detyruar të bëni diçka kundër vullnetit tuaj, thot, mbani mend se askush nuk ka të drejtë të vendosë për trupin, dinjitetin apo jetën e juaj. Unë arrita të largohem dhe të filloj nga e para. Dhe kjo në thelb ishte fitoria ime më e madhe. Në fakt, kjo është një letër që realisht është mua më ka habitur, se nuk e besoja që ndonjëherë do të lexoj një letër të tillë, por nga rubrika që unë kam bërë dhe nga njohje që unë kam bërë nga kjo rubrikë, më besoni që do me thënë njeriu arrie dhe lexon gjëra të ndryshme, gjëra që në fakt të shokojnë, të tmerojnë, që ti nuk e beson edhe që ekzistojnë këto gjëra, por dua të them vetëm një fjalë. Gabimin tënd në asnjë mënyrë nuk mund të ta shlyen fëmia. Gabimi joti mbetet i joti, dhe ti duhet ulesh të mendosh se si ta përmirësosh veten. Dhe jo ta marrësh fëmijën tënd, ta çosh në rrugë të gabuara, ashtu siç ky baba ka vepruar me këtë vajzë, që unë nuk e quaj baba, duke harruar që vajza nesër mund të ishte, do me thënë, krimi më i madh për familjen e saj.